Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, fillimisht me lejoni që në emër të gjithë stafit të televizionit 7 ju uroj festën e Kurban Bajramit të gjithë besimtarëve të fesë islame. Këtë festë e festuan në gjithë botën. Manifestimi qendror në ndër të kësaj feste në Prishtinë u bë në xhaminë e madhe. Pas faljes së namazit të Bajramit, besimtarëve ju drejtua me një fjalim muftiu i Kosovës Naim Tërnava. Mes tjera shkreu Bashkisë Islame tha në xhami se çiftet që lindin 4 fëmijë ose më shumë duhet të marrin si dhurat një banesë. Kosova ka nevojë për më shumë fëmijë, për më shumë të rinj, për jetë më të mirë. Kombi ynë po zbehet në numër të vogël të fëmijëve, ndërkohë që shumë familje shqiptare në të kaluar i kanë rritur edhe nga 10 apo më shumë fëmijë, në kushte shumë të vështira se sa sot, atëherë kur ishim të okupuar me një okupim klasik nga Serbia. Nataliteti si strategji kombëtare dhe fetare për mbrojtjen e atë dheut dhe fesë, ndërlidhet me mbijetesën kombëtare, identitetin fetar dhe sigurinë shtetërore. Historia e kombit ton ka kaluar në sprova të rënda. Një ndër sfidat më të mëdha në ato kushte okupimi ka qenë mbijetesa, jo vetëm fizike, por edhe shpirtërore, kulturore dhe identitare. Festa nuk mbaroi këtu. Bashkia Islame e Kosovës i hapi dyert për mysafirë që shkuan ta urojnë Kurban Bajramin. Aty u pan lider të partive politike të cilët bën thirrje t'ju dilet në ndihmë atyre që kanë më shumë nevojë. Ndjekim disa urime që thanë politikanët që shkuan tek Tërnava për Bajram. E falenderoj përzemërsisht Bashkinë Islame të Kosovës në krye me muftiu Naim Tërnava për mikpritjen sot, por edhe për rolin, angazhimin e kontributin që japin për shoqërinë dhe për popullin. Urime festa e Kurban Bajramit të gjithë besimtarëve musliman. Sot dhe jo vetëm sot, le të ndihmojmë ata që kanë më së shumti nevojë dhe le t'ja përkujtojmë vetvetes e njëri tjetrit për rëndësinë që ka sakrifica dhe solidariteti për një shoqëri të mirë, të mbarë e të drejtë. Gëzuar dhe me fat Kurban Bajrami dhe paqi zemrat përplot me besim e gëzim, kurse tryezat përplot me miq. Sot jemi këtu në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, të kryetarit Partisë Demokratike të Kosovës, zotit Memli Kasniqi, për t'ju uruar festën e Kurban Bajramit Muftisë e Republikës së Kosovës zotit Tërnava, Bashkisë Islame edhe përmes tyre gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës pra të besimit islam. Mendoj që kjo ditë e sakrificës, kjo ditë ku duhet të gjendemi pranë atyre që janë me nevojë, atyre të cilët kalojnë momente të vështira në shtetin tonë, edhe pikërisht edhe kjo është një ndër arsye që e falenderova dhe përgëzova muftin Tërnava për krejt angazhimin e tyre dhe Bashkisë Islame për familjet me nevojë në vendin tonë. Po ashtu, angazhimin tonë të përbashkët edhe në këtë ditë duhet ta kujtojmë që ta kemi për shtetin e Kosovës për ndërtimin e institucioneve të fuqishme, si një shtet në ndërtim me sipër, edhe këtu Bashkia Islame ka dhënë një kontribut dhe një angazhim të jashtëzakonshëm gjatë tërë këtyre viteve pej para shpalljes së pavarësisë, sidomos pas shpalljes së pavarësisë së tutje. Atëherë sot me bashkëpunëtorët e Lidhjes Demokratike të Kosovës vizituam muftin Tërnava dhe nëpërmjet tij i uruam festën e Kurban Bajramit atij, bashkëpunëtorëve të tij, po me gjithë komunitetit
musliman besimtarëve në Republikën e Kosovës. Kjo ditë dhe kjo festë e sakrificës le të na shërbej si mësim për devotshmëri ndaj krijuesit, si mësim për solidaritet ndaj njëri tjetrit, si mësim për dashuri ndaj vendit dhe Republikës Kosovës. Lejoni si çdo herë, çdo festë ju uroj të festën e Bajramit dhe juve gazetarëve që në këto momente nuk jeni me familjet tuaja, por në detyrën e juaj. Me fat gjithëve, ju falënderit. Në emër të Aleancës për Arminë e Kosovës, me kolegë, e patëm nderin të qëndrojmë sot në selinë e Bashkisë Islame të Kosovës, e të urojmë miftirët tonë Tërnava, edhe të gjithë kolegëve të Bashkisë Islame, besimtarëve tonë, shqiptar, musliman, por edhe gjithë kombit tonë, e festën e Kurban Bajramit, festë që lidhet edhe me sakrificën, ndryshe thonë me qëndru afër atyre që janë ma nevojë, ma në zarë. I falenderoj gjithë në Kosovë që gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit ndihmojnë ata që janë ma nevojë, e veçanërisht edhe me rastin e festës që tregoj edhe Miftia, që është dëshmoni i solidariteti madh i ndërsjellë, edhe i kanë gëzuar shumë familje në vend. Ne kemi plot sfida në vend, uroj që na i qelë Zoti rrugë si popull, se vërtet e meritojmë zhvillimin, e meritojmë të mirën. Në pritjen që Miftiu Tërnava i bëri kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe varësve të tij, nuk u la pa u përmendur edhe situata politike. Kreu i Bikut i tha kryetarit të partisë më të madhe në vend se donte t'i ftonte deputetët që të sakrifikohet një kurban në mënyrë që punët në kuvend të rregullohen. Një desha me shku këj kantarë të parlamentit, një panë edhe prejnë të një. Bashkë me këtë të ju shkonë marë dhe mire. Roga pjec. Një kam syshe Me prejnë ata qene nupe. Pritjet në Bashkinë Islame vazhduan gjatë gjithë ditës. Tërnava mirëpritje dhe krerët e policisë së Kosovës, të cilët i falenderoi për bashkëpunimin. Apelove, më do të me kalu. Si edhe? Si janë punë? Me fatë festa e Bajramit, juve bashkëtorë dhe gjithë besimtarët musliman. Inshallah në më përgzime, kështu festojmë. Po që dashuri respekt për gjithë njerëzit. Në emër gjithë një pëlevi, por ashtu dhe gjithë policisë Kosovës, do të urojmë për festën e Kurban Bajramit. Presidenti e vendit Vjosa Osmani ka uruar gjithë besimtarët e fesë islame me rastin e festës Kurban Bajramit. Ajo ka përcjell urime për paqe, harmoni dhe begati. Osmani ka thënë se Kurban Bajrami është thirrje për reflektim mbi vlerat më të larta njerëzore. Kjo festë shpërfaq shpirtin e solidaritetit, na kujton në rëndësinë e sakrificës, përkushtimit dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit. Kurban Bajrami është një thirrje për reflektim mbi vlerat më të larta njerëzore dhe për forcimin e lidhjeve, dashurisë dhe mirëkuptimit ndërmjet nesh. Në këtë ditë e veçantë uroj që në secilën shtëpi të mbizotroj gëzimi, shëndeti dhe dashuria. Qoftë kjo festë një burim frymëzimi për një të ardhme më të ndritur dhe me më shumë dëmshuri, mirësi dhe respekt të ndërsjell, është shprehur presidentja. Këtë festë nuk e shënojnë të gjithë njëjtë. Familjarët të rënëve në luftë edhe sot i kanë përkujtuar ata në 26 vjetorin e rënjës dhe organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s ka kujtuar sot me 6 qershor të rënët gjatë luftës çlirimtare. OVL UÇK-s tha se ata nuk i ndalën plumbat sepse në shpirt mbanin amanetin e lirisë. Me 6 qershor gjatë luftës çlirimtare ranë dëshmor Shpend Malaj, Burim Mustafaj, Bejzat Krasniqi, Imer Krasniqi, Shaban Mazrekaj, Arsim Tahiri, Bajram Zekaj, Halim Çallapeku, Ramiz Bazaj, Salih Saramati dhe Gjevdet Krasniqi. Në këtë ditë të shenjtë kujtese 6 qershorin përkulemi me nderim me krenari para veprës së pavdekshme të bive më të mirë të këtij vendi. Ata nuk i ndalën plumbat as vuajtjet as gjaku sepse në shpirt të mbanin amanetin e lirisë. Ata ranë që ne të ngrihemi, ka shkruar organizata.
Një aksident ka ndodhur në mëngjesin e ershëm të kësaj të premte në Çaklavic, ku një vetur ka përfunduar në një dyqan. Rastin e ka konfirmuar Policia e Kosovës, ndërkohë ka njoftuar se një person është lënduar. Sipas dhënësës Flora Meti, me këtë aksident po merren njësiti i trafikut në kuadër të Policisë së Kosovës. Policisi ka dalë punë edhe me një person në Prishtinë, i cili ka raportuar në këtë institucion se është grabitur. Ai ka thënë se disa persona e kanë lidhur me kablo të rrymës dhe ja kanë marrë 150 euro dhe një kamerë. Policia tashmë ka nisur hetimet. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se persona dyshuar në nkërcënimin e armës e kishin lidhur me një kablo të rrymës dhe kanë arritur ta grabitin. Para të gatshme në vlerë prej 150 euro dhe një kamerë. Rasti është nën hetime, thuhet në raportin e policisë. Ndërkaq në qires të Skënderajt, një 19 vjeçar dyshohet se ka tentuar ta vrasë një të ri pas një përleshje fizike. Mësohet se viktima është terur 6 herë me thikë, ndërsa rasti është cilësuar si vrasje në tentativë. Viktima pasi mori tretmanin fillestar në Skënderaj, u dërgua me urgjencë në spitalin rajonal të Mitrovicës, e më pas në QKUK në Prishtinë për shkak të plagëve të rënda në trup. Në vendin e ngjarjes ka ndalë njësi të hetimore të policisë së Skënderajt dhe të hetimeve rajonale në Mitrovicë, të cilat kanë gjetur njolla gjaku, një thikë që mbyllet, që dyshohet që është arma e krimit, një pjesë pushke gjuetie, shkop druri dhe bish lopate, të cilat janë sekuestruar si prova materiale. Raportohet se i dyshuari është F.G, 19 vjeçari, cili u arrestua nga policia dhe në dëshminë e tij ka thënë se kishte një konflikt të mëhershëm me viktimën. Veti dyshuari ka psuar lëndime trupore dhe është dërguar në qendrën e mjekësisë familjare në Skënderaj, më pas në spital për trajtim. Me urdhër të prokurorit, ndaj të dyshuarit është iniciuar rasti vrasje në tentativë dhe i njëjti është ndaluar për 48 orë. E me këtë lajm po e mbyllim këtë edicion informativ të orës 15, ju pres sërish në ora 19:30. Mirëmbëjtje.